Fushata ka filluar. Përplaset paralajmëron një betejë të fortë për Tiranën në zgjedhjet vendore. E filloi qeveria me Inukun ditën e shtunë. Kryebashkiaku i Tiranës u kallëzua penalisht për dhënien e një leje ndërtimi për pallat pranë rrugës së Elbasanit. Kjo padi inicioi një val mosmarrveshjesh mes institucioneve vendore dhe atyre qendrore, duke sjellë edhe akuza të ndërsjellta dhe padi konkrete në prokurori. Leja e dhënë për këtë objekt nga kryetari i Bashkisë së Tiranës është miratuar në kundërshtim me parashikimet ligjore dhe në mungesë të një plani të detajuar vendor për zonën ku po kryhej ndërtimi. Edi Rama ka intensifikuar një fushat shpifjesh ndaj Bashkisë së Tiranës dhe për këtë ka zgjedhur figurën e dhunës dhe korrupsionit qeveritar të shkatrimit të pasurive dhe gjobave korruptive ndaj qytetarëve, drejtoreshën famkeqe të Inuk Dallandyshe Bicaj. Të shumta ishin dalët nga përfaqësues të mazhorancës pranë këtij pallati, duke denoncuar kryebashkiakun Basha, ndërsa bashkia reagoi personalisht për çdo akuzues. Kundërshtojmë me forcë dhe shprehim gjithë indignatën tonë për këtë përbindës që ndërton, duke u zënë frymën fëmijëve dhe duke i bërë të pasigurt për jetesën në këtë shtëpi të madhe. Objektet rreth rrotull janë 2-3 kaçe, ndërsa ky objekt shumë katësh është si një hu që ngulet në shpinë të kësaj zone. Shkreli, bashkarkitekti betonizimit të Tiranës, si shumë përdoruri sekster dhe i keq përdoruri serial ish kryebashkiakut Rama, zduri vendin e Dallandyshes së korrupsionit përmbarues dhe krimeve të tjera ndaj qeveritarëve. Por bashkia nuk mbeti pas nga ana e saj në këtë betejë. Reagoi në një tjetër kantier ndërtimi të qeverisë, ku ky objekt është në varësi të Ministrisë së Mirëqenies Sociale. Inspektorët ndërtimor të bashkisë gjobitën subjektin që kryente punimet në këtë objekt, pasi duhej leje zhvillimore, por policët e komisariatit 3 nuk lejuan pezullimin e punimeve në këtë objekt shtetëror. Qytetarë të cilët lëvizin diçka të vogël përfundojnë burgjeve, atëherë si është e mundur që ndërtohet në mes të Tiranës dhe kur kjo gjë konstatohet, ndërtohet pa leje, dhe kur kjo gjë konstatohet, policia vjet në mbrojtje të atyre që shkelin ligjin. Bashkia nuk e humbi rastin për të kallëzuar për ndërtim pa leje ministrin Erion Veliaj dhe kallëzim për shpërdorim detyre komisariati numër 3. Por nuk zgjati shumë. Mbrëmja e së martës ishte përgjigje që qeveria i dha bashkisë me policët e saj. I shoqëroi 4 inspektorë ndërtimor në komisariat, ku njëri prej tyre bëhet ende i arrestuar. Ata që kryejnë detyrën, pikërisht i përkasin opozitës, apo për akmarrje politike, goditen. Bashkia e cilësoi këtë rast një goditje politike që i bëhet opozitës, pasi inspektorët kanë qenë në krye të detyrës. Por edhe për këtë situatë është gati padije nga ana e bashkisë. Këto përplasje kanë vendosur në një presion politik institucionin e prokurorisë. Ky fundi duhet të shfrytojë këto padi dhe bazën e tyre ligjore, e cila do të kërkojë kohë. E derisa të flas drejtësia, fushata ka hapur siparin e saj.